ku e përmend një vrasjen e banale të një ushtarit nga, nëse s'gaboj, një komandant që quhej Rushdi Saramati. Po, Rushdi Saramati, vrasja ka ndodhur me datë 1 maj të vitit 1999 në Burrel, në qendrën servitore të ushtrisë shqiptare në Burrel, ku po serviteshin edhe forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Vrasja është vrarë një ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës me origjinë nga Landovica e Prizrenit, se e mbaj më mirë, dhe plagosur 2 të tjerë. Vrasja ka ardhur për arsye banale, pra jo për asgjë tjetër, është një vrasje e cila realisht na kushtoi shumë për arsye se në atë moment diku rreth 250 individ të tjerë, pra që kishin ardhur vullnetarë, që kishin ardhur nga jashtë, nuk pranuan më të qëndrojnë dhe u larguan, sepse normalisht është normale të vjen. Ai u vra thjesht për arsye se normalisht ishin djem të ri, kishin ardhur nga jashtë, pra djem të ri, 19 vjeçar, 18 vjeçar. Ata nuk dinin që ishte disiplina, që ishte rregulli, pra këto gjëra dhe edhe festonin pak edhe zonin pak edhe ashtu. Jo, nuk ka lidhje me shfatërgë, thjesht kishin dalë jashtë, ishin larguar pra për në qytet për të parë, sepse normalisht ishte një periudhë që njerëzit kishin ngjuar për Shqipërinë, po se kishin parë. Momenti se e ke kallzuar interesant një moment kur kanë ardhur prind me kërkuat ushtarit? Po, kur kanë ardhur prindrit, ne kemi qenë në Burrel në atë kohë, jam ngarkuar në shtabi i përgjithshëm, shefi i shtabit në atë kohë ka qenë Bislim Zyrabi, dhe Bislim Zyrabi më ka ngarkuar që të merresha me këtë ngjarje. Kemi arrestuar Rushdi Saramatën, e kemi kaluar policisë ushtarake të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pastaj se çfarë ka bërë më mbrapa nuk e kam ndjekur, nuk e di. Mbrapa. Dhe kanë ardhur prindrit për të takuar. Ai ka qenë çasti më i vështirë sepse djali ndodhej në morg dhe neve nuk dinim se si t'i thonin prindërve që i biri i tyre ishte vrarë, po nuk ishte vrarë në luftë, po ishte vrarë në një kazermë që menaxhohej nga ushtria shqiptare e Kosovës, ku bëhej trajnimi dhe që nuk ishte vrarë nga dora e armikut, po ishte vrarë nga dora e shqiptarit. Është një ngjarje e cila a di ka mbajtur burg Rushdia? Jo, Rushdia nuk ka mbajtur asnjë ditë burg. Rushdia ka kaluar këtë burgun për Rushdinë e ka mbajtur ai që shërbente si bodyguard i Rushdisë. Aktualisht personi është i akuzuar, ndodhet në gjykatën e Hagës, pra është zoti Shala. Dhe zoti Shala Haxhi Shala? Jo, Haxhi Shala. Personi me emër Shala që është edhe dënuar tashmë, që u arrestuan në Belgjik. Pjetër Shala. Pjetër Shala ka qenë bodyguard i Rushdi Saramatës në atë kohë. Vrasjen e ka kryer Rushdiu, po vrasjen e mori përsipër Pjetër Shala dhe Pjetër Shala është dënuar mbas luftës në Kosovë për këtë vrasje, nuk e di sa ka 3 vjet, 4 vjet diçka e tillë. Po ka mbajtur. Pra ka pas kësi ngjarje drejtan në ushtrisë shqiptare të Kosovës që ka pas vrasje edhe banale? Kjo ka qenë rasti banal që unë e di, pra kjo vrasje banale. A vrasje tjera që kanë ndodhur? Jo, nuk kem pasur. Po për vrasje se shpeshherë përmendet në emisionin tim është përmend vrasja me të Krasniqit, domethënë ne kemi pas një ushtar të Forkut që ka thonë në emisionin tim se i kemi dëgjuar domethënë 2 shqiptarë që duke folë shqip, njëri si i Shqipërisë, tjetri si i Kosovës, duke thonë a është ky, po ky është. Atëherë vrasja është bërë ai personi i cili në vrasja e Ahmet Krasniqit ka ndodhur në Tiranë. Te vendi quhet Shtëpia e Partisë, është një rrugicë atje ku është themeluar Shtëpia e Partisë Komuniste në vitin 1941. Ahmet Krasniqi, si ministri i mbrojtjes të qeverisë Bukoshin atë kohë, kishte një vilë 3 katëshe dhe aty ishte qendra, ishte bërë ministria, pra aty edhe rrinte. Po është e vërtetë që personat që kanë vrarë kanë qenë shqiptar nga Shqipëria dhe personi që i është dukur me një theks si nga Kosova është nga Tropoja. Pra është me mbiemër Kërnaja, ai personi ka vdekur. Fadil Kërnaja? Jo Fadil Kërnaja, i harrova mirë, po mbiemrin është Kërnaja. Ai ka bërë ekzekutimin dhe nga që ai nuk e njihte ka pyetur personin tjetër dhe ka pyetur a është ky apo s'është ky. Kush është ai personi Kosovës a dihet? Nuk ka pasur person nga Kosova, pra personi ka qenë shqiptar. I Shqipërisë. I Shqipërisë, edhe të 2 personat kanë qenë shqiptar, e ata kanë përfituar në këtë vrasje është bashkëpunuese shteti shqiptar, ose më të them në atë kohë policia dhe shërbimi informativ i shtetit shqiptar, për arsye sepse unë mendoj që vrasja është bërë me direktiva dhe me urdhra të Serbisë, për arsye se me nxit vëlla vrasje? Jo vetëm me nxit vëlla vrasje, kjo është një nga arsyet, po arsyeja kryesore mendoj unë është për të penguar bashkimin. Pse për të penguar bashkimin? Kemi një problem shumë të madh. Ahmet Krasniqi tentoi në fillim kur u bë ministri i mbrojtjes që të merrte në kontroll ushtrisë shqiptare të Kosovës, ai dërgoi një brigadë, pra brigadën 131, si kanë quajtur ata, 134. Ata quajnë brigadë, po totalisht vetëm 150 veta, pra 150 veta bëjnë një kompani
një kompani e gjysmë, pra nuk bën më tepër, një kompani e përforcuar, po u quajtën brigadë. Kur erdhën, një pjesë e tyre ndihmuan, sepse kjo brigadë përbëhej nga oficerë dhe nënoficerë të Kosovës që ishin shërbyer në ushtrinë jugoslave, pra kishin eksperiencë edhe ushtarake, por kishin edhe eksperiencë lufte, një pjesë e tyre sepse kishin marrë pjesë në luftën në Kroaci dhe në Bosnjë. Dhe normalisht kur ata erdhën në gusht të vitit në korrik të vitit 1998 në Kosovë, u pranuan nga ushtria shqiptare e Kosovës që të vinin atje, u vendosën kryesisht në Pej, në Dugajin, ndihmuan në organizim, ndihmuan në stërvitje, në këto kishin eksperiencë. Pra në atë kohë kishte nevojë ushtria shqiptare e Kosovës për njerëz me eksperiencë ushtarake dhe me eksperiencë lufte. Por në momentin që nisi lufta më pas, edhe duke parë që nuk e merrin dot në kontroll ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe nuk e morën dot në dorë komandën, atëherë ata u larguan dhe dezertuan. Realisht është që dezertuan, dorëzuan edhe armët që kishin. Që kanë ikë ata nga absolutisht, ajo kanë ikur, ajo është e përcaktuar me dokumenta sepse janë publikuar dokumentat e Serbisë që kanë dorëzuar armët te Serbia, pra. Dorëzimi i armëve është dezertim. Kush ka bëu komandanti, a dihet? Komandanti këtyre trupave ishte Tahir Zema. Tahir Zema iku. Po thotë që ka ikë Tahir Zema? Absolutisht ka ikur, se nuk ndonjë në Kosovë iku dhe erdhi në Tiranë. Këta e bazojnë mbi faktin që Anton Çuni ka thonë që nuk ka ikë, po është kthy në Shqipëri për të rikthyer më pas. Po pse nuk e rikthye atëherë? Anton Çuni u rikthye apo ai pse nuk e rikthye? Pra një pyetje shumë e thjeshtë ja bëni Anton Çuni. Nuk është rikthyer? Jo, është rikthyer në Kosovë edhe në Kosovë është kthyer një muaj pas lirimit të Kosovës. Pra ka qëndruar në Mamurës. Edhe Anton Çuni u rikthye, apo? Pse s'u kthye ai kur u rikthye Anton Çuni? Pra ka që shumë e thjeshtë pyetja. Pra këtu nuk ka ekuivoke, pra nuk kemi pse lozim cicmic. Iku, okay. Iku. Nuk erdhi, kur ikën dhe nuk vjen, është dezertim. Është kaq e thjeshtë, pra nuk kemi pse të shkojmë më tutje, pra neve kaq po nëse ikë tash për intervistën se nuk thesh është dezertim. Faktikisht. Pra për këtë arsye dhe pasi tentoi dhe nuk e mori dot në kontroll shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, atëherë Ahmet Krasniqi në shtator të vitit 1998 bën një deklaratë se ata botonin një gazetë, një revista ushtrisë, diçka e tillë. Dhe atje bën një deklaratë që unë e njoh shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra kjo ishte deklarata, dhe prej këtij momenti nuk kam më fark, pra i dha fund farkut sepse deri në moment ata ishin fark dhe prej këtij momenti kam bollën një farë lloj marrëveshje. Po, prej këtij momenti tha ka vetëm UÇK dhe edhe stemat e këtyre të farkut u zëvendësuan me UÇK, pra edhe stemat e tyre që kishin u zëvendësuan me UÇK dhe vendosi që deri në fund të nëndorit, pra deri në fillim të dhjetorit, të gjithë ata që i paguan sepse farku paguante në atë kohë një sasi të madhe oficerësh me rroga që paguheshin nga fondi nga 3%. Dhe vuri kush që unë do hyj në Kosovë, pra në fund të nëndorit unë do shkoj në Kosovë pranë shtabit përgjithshëm dhe e njoh shtabin e përgjithshëm. Dhe të gjithë ata që duan të marrin pjesë në luftë, oficerat që marrin pagesë nga Ministria e Mbrojtjes e Qeverisë Bokoshi, në rast se nuk do të vinë, nuk do të marrin më pagesë. Ktu nuk ishte problemi vetëm çështja e pagesës, ktu është problemi se në rast se kjo vinte, atëherë çfarë bënte qeveria e përkohshme në këtë moment? Qeveria e Bukoshit binte sepse një ministri i mbrojtjes binte në shtab përgjithshëm. Por dhe në këtë moment mund të bëjë institucionalizimi i luftës.